Sepse opozita nuk pati vot për zonjën Osmani, për presidenten Osmani, prandaj ne edhe proceduam sot si grup parlamentar, proceduam kërkesën për amandementimin e kushtetuesës me qëllim që presidentja të zgjidhet nga qytetari, duke parë një përkrahje të madhe të presidentes Osmani tek qytetarët e Republikës Kosovës. Është për keqardhje që nuk gjetëm mbështetje në Kuvendin e Kosovës as për kërkesën e presidentes dhe as për zgjedhjen e presidentit të ri. Unë shumë po dua të shpresoj, po dua të jem pozitive dhe dua të shpresoj që nesër disa nga deputetët të cilët hapur e kanë bojkotuar sot seancën, të thrasin mendjes, të vinë, të kryejmë secili detyrën tonë kushtetuese, të zgjedhim presidentin e vendit, të ndryshojmë formën me cilët zgjidhet presidenti i Republikës Kosovës edhe të ecim përpara. Ju falenderoj shumë për durimin që keni pas këtë ditë me ne. Nuk e besoj që kemi arsye të shkojmë në zgjedhje, sepse procesi ka nisur. Edhe përdesa ka nisur procesi, ne do të përpiqemi, do të vazhdojmë seancat me qëllim që ti A ka marrëveshje koalicioni? Nuk ka marrëveshje koalicioni për shkak se opozita ka bojkotuar totalisht çdo lloj përpjekje tonë për një marrëveshje politike. E keni parë, Partia Demokratike këtej flet për marrëveshje, në anën tjetër kërkon që grupi ynë parlamentar ti votoj 2 kandidat për cilët nuk na tregon as emrat. Kjo nuk ndodh madje as në familje, se lëre më në shtet, kështu që shumë jo serioze qasja. Unë nuk dua sonte të përdor fjalor të ashpër, sepse po dua shumë të shpresoj që kjo çfarë ndodhi sonte është vetëm një shkarje e rastit, edhe që nesër të gjithë do të mund të mblidhemi, të kryejmë detyrat tona kushtetuese edhe të zgjedhim presidenten e vendit edhe të ecim përpara. Ju falenderoj shumë. A ka marrëveshje mes Guxos edhe lëvizjes vendosje? Ne kemi koalicion me lëvizjet vendosje, ne nuk kemi nevojë të bëjmë marrëveshje të reja, sepse marrëveshjen për koalicion e kemi bërë para këtyre zgjedhjeve. Unë jam pak e trishtuar nga mënyra se si opinioni publik ushqehet me dezinformata dhe me propagandë rreth proceseve të brendshme, por jam shumë e sigurt që nesër do të bëjmë përpjekje përsëri me shpresën që do të kemi sukses. Ju falenderoj shumë.